Kam kënaqësinë të thëras në sken kandidatët përfaqësuesit tanë të arshëm në parlament. Bujar Leskaj, Vangjel Dule, Atirt Hoxha, Nada Daulja, Edmond Fetahu, Petraj Gjikuria, Alta Azizi, Monika Hoshafi, Artan Liçaj, Romario Meminaj, Ridvan Mersinaj, Skënder Muço, Selaudin Eloj, Matilda Qurku, Mario Runa. Kam derin të ftoj para jush, se prandaj i pata emocionet. Kryeministrin e ardhshëm, burin e shtetit, liderin e opozitës, kryetarin e Partisë Demokratike, profesor doktor Sali Berisha. Të dashur qytetarë dhe qytetar të Saranës, Polispolit, të gjithë këtij rrethi, vëllezër, motra, zonja e zotëri, përshëndetjet më të përzemërta për ju. I dashur Zoti Bujar Leskaj, kryetar udhëheqës politik i Qarkut Vlorë, e dashur zonja Ina Zhupa, udhëheqëse politike e rrethit Saranës, të dashur kryetare dhe kryetar të degëve të Partisë Demokratike dhe të Aleancës për Shqipërinë Madhështore, i nderuari zoti Vangjel Dule, kryetar i Partisë Drejtave të Njeriu dhe aleati çmur në aleancën tonë. Një përshëndetje të përzemër kandidatëve tanë, që janë krenaria e vërtet e Aleancës për Shqipërinë Madhështore, krenaria e qytetarëve të rrethit Saranës, Qarkut Vlorës dhe mbar Shqipërisë. Të flasësh në Sarandë për Sarandën madhështore, për Shqipërinë madhështore, është me bazur se kudo tjetër, mbasi në çdo pamje që të shohësh këtë rreth, ka madhështi të përjetshme. Saranda ka një trashëgimi kulturore, natyrore, të jashtëzakonshme. Saranda është treva e bizhuve më të bukura të kulturës njerëzimit. Ka parkun kulturor natyror me mahnitës, të cilin ndofta nuk e ka asnjë vend tjetër në botë. Saranda ka madhështinë e njerëzve të vet. Këtu në këtë trev, shqiptar, grek, rumun, njerëz me përjardhje të ndryshme, jetojnë në paqë, në harmoni, në shekuj. Në këtë kontekst, Saranda dhe Jugu është një universitet madhor i lirive dhe drejtave njerëzore, i respektit reciprok. Pra, kjo është Saranda që trashëgojnë sarandiotet, që trashëgon Shqipëria.
Po cila është Saranda jonë sot? Cila është Saranda jonë sot? Saranda sot është qyteti i burrave dhe grave të moshuar, të cilët pasi kanë shkri jetën e tyre, energjitë e tyre në këtë qytet dhe në këtë rreth, përjetojnë tiranin e mjerimit. Përjetojnë një mbijetesë me një pension më qesharakun, më të pameriturin. Miq, nuk do të harroj një gjë. Ne që jetuam diktaturën staliniste të Enver, ne përmlidhnim atë me një term të përgjithshëm diktaturë. Por në fakt, ajo ishte diktaturë e luftsklasave, po ishte kaq diktaturë me tiraninë e mjerimit dhe të varfrisë që u imponon të shqiptarë me hiperkolektivizim e vetë. Sot nuk ka hiperkolektivizim, por sot pensionisti, punëtori në ndërtim, punëtori i fermes, sot mjeku, mësuesi, inxhinieri, profesionisti jeton me një pension i cili çdo ditë më shumë vështërson ushqimin e përditshëm, i cili e detyroi atë tu thot fëmijëve, nipave, besave, shkoni se kaq ka. Këtu nuk ka më për ju. Mirë rrugë të botës. I cili e lën këtë zonjë, këtë zotëri, e lën pa ilaçe. Këtë javë s'po i marr ilaçet, se nuk arri. Cili është ai që arrin të marr ilaçet me një pension minim mesatar 172.000 lek? Cili është ai që mund të kënaq veten apo njerëzit e tij me një pension qesharak si ky? Dhe mos harrojmë se 57% e këtyre burrave dhe grave nuk marrin 172.000 lek. Jo, 57% e pensionistëve kanë pensione shumë më të vogla, të pjesshme dhe të pjesshme. Pra, çfarë ndodhi këtu me këtë vend? Si ka mundësi që përsëri u rikthye pa mëshirë, skamja, varfëria ekstreme? Po, sepse çmimet nga viti 2013 deri sot janë mbi dyfishuar shumica e ushqimeve dhe gjërave bazë. Litra e qumshit është 2 herë më shtrenjtë më shumë. Kilogrami i mishit po kështu. Buka po kështu. Dhe ushqimet me radhë. Ekonomistët kanë fakturë se nëse pensioni duhet të ndiqte rritjen e çmimeve, të printe, të ishte më shumë, pak më shumë sigurisht, ai sot duhet të ishte 390.000 lek. Pra, imagjinoni pak, një pensionist që mirte në vitin 2013 një pension 143.000 lek, për të jetuar sot, siç jetonte atë vit, duhet kishte një pension 390.000 lek. Pse nuk ndodhi kjo? Çfarë pati Shqipëria që nuk ndodhi? Pati ndonjë luftë? Jo, nuk pati. Çfarë pati ky vend? Ky vend pati vetëm një gjë. Ja u them unë ju miq. Këta qytetar u vodhen sa asnjë qytetar tjetër në Europë. Po pse qytetari Malit Zi,
që mirë të një pension 138.000 lek 2013. Merë sot 450.000. Pse qytetari Maqedonisë Veriut, që mirë të një pension 130.000 lek në vitin 2013, merë sot 380.000 lek. Po pse qytetari serb, që mirë të në vitin 2013, një pension 135.000 lek, merë sot 405.000 lek. Pse këta? Këta nuk patën kryeministra. Si punë e këti që të thotë se shqiptarët janë dembela. Qarë dembela që janë pensionistët, por? Të vretë zotit të gjerësh i fjalë të tillë për ta apo apo jo. Po je hajdut ti, i vjedh ti. Dhe nuk e parat që meritojnë. A mund tjetë saranda madhështore atëherë? Saranda e burra dhe grave që numrojnë kafshatët, që s'marrin ilaçet. A mund tjetë saranda madhështore? Ka një theatr qina mira vjetë për para. Sot, në vitin 2025, nuk ka asnjë theatr. A mund tjetë saranda madhështore? Kur fëmijët e saj, nga vitin vit, nga 2013 gjërë sot, ranë në cilësinë e shkollimit. Dhe dolem 2 vite më parë, me rënjën më të madhe në botë në testin e cilësisë arsimit. Sepse bëjnë me klasa kolektive, sepse bëjnë me 2 turne, sepse mësuesit një pjesë bëjnë militant, e tjerë. A mund t'jetë saranda madhështore kur ka një spital, po s'ka shërbime mjekësore? A mund t'jetë Shqipëria madhështore kur i lënë të smurt të vdesin për mungesë ilaçesh në kthjetrat e smundjeve? Dhe kur kryeministri i vendit thot, aty në spitalin onkologjik u kryen krime kundër njerëzimit. Po nëse këthuhet që janë kryer krime kundër, dhe janë kryer, ja u themun, në definicion është krim kundër njerëzimit nëse ti e lën të smurin pa ilaçe, të cilat janë jetike për të zgjatë jetën ose shpëtuar jetën. Po nëse ti thu edike, pra, e ditë që janë kryer krime, çfarë masash more? Asnjë. Po pse? Se i autori krimeve. Kërkohet vetëm si njeriu primitiv që s'njeh asnjë përgjegjësi, shkarkosh mjekut. Po mjeku, nëse mjeku ka vu dorën mbi fondet e ilaçeve të smurit, ai duhet marrë ndëshkimet më të rënda si kriminal për krime kundër njerëzimit. Po si ka vu mjeku dorën aty? Aty ka vu ministri i tij, ata që han dardha thot prapa shpinës ti, po han dardha gjithë ditën me te, dhe vjedhin qytetar gjithë ditën me te. Miq, kjo është saranda sot. Po ta shofi sarandën, ka qindra mijëra në mos miliona tonelata beton në të Katërantë, që rënojnë këtë vend, këtë bukuri natyrore të pashembullt. Atëherë, pse ne guxojmë të flasim për sarandën madhështore? Pse ne dalim para jush me një projekt të tillë? Ne dalim para jush me një projekt të tillë me bindjen më thellë se ne mund ta transformojmë, jo vetëm ta transformojmë, po ta transformojmë me shpejtësi të madhe këtë gjendje. I gjithë programi ynë ku bazohet? Në 2 parime. Parat shqiptarve, parat qytetarve. E dyta, një mundësi e re për çdo shqiptar. Ndaj dhe ftoj
qytetarët e mençur të Saranzë të mbarë Shqipërisë, të mos e gjykojnë si i projekt partjak, të mos e gjykojnë si i projekt politik, por ta shohin konkretisht si i projekt për çdo shqiptar. Po, ne kemi premtuar, ne nuk mund të pranojmë këtë poshtrim që u bëret pensionistëve tanë. Jo, këtë shkjerëzi ndaj tyre. Pati 8 miliard euro në janar të këtij viti Edi Rama në Tovolin. 8 miliard euro. Dhe pati pashpirtësinë të lërë për 760.000 pensionistë gjithsejt 16 milion euro. A kishte gjë më të turpshme? Kishim çuar ligjin në parlament të vendosim minimumin jetik 200 euro. Kjo tha të çon në humner. Po çfarë humnere të çon kjo? Po në çfarë humnere ra Malizi që gjatë kohës që ti rrite pensionet nga 143.000 në 173.000, i rriti nga 138.000 në 450.000. Cila është humnera? Ku ka humner këtu? Çfarë humnere pësuam ne në vitin 2005 në vitin 2013 që dyfishuam rrogat e mësuesve, që dyfishuam pensionet e ulta, që dyfishuam rrogat e mjekëve dhe infermierëve? Cila ishte humnera? Çfarë humnere? Psoj Kosova që i rriti 3 muaj më parë pensionet 20%, mori 100 milion euro nga buxheti, ky 16 a 100. Ai ka gjysmën e pensionistëve, gjysmën e buxhetit. 100 milion euro i vendosi për pensionistët. Pra, është koha që çdo shqiptar ta mbështesë këtë projekt. Dhe absolutisht ky projekt do t'u çlirojë ju nga tirania e mjerimit. Tirania e mjerimit është tirania më e egër pas asaj të luftës klasave. Dhe shqiptarët, një vend me Saranda, Shqipëria një vend me pasuri prallore, nuk ka asnjë shkak, asnjë arsye, përveç vjedhje që i bëhet qytetarëve, të përjetojë një mjerim të tillë. Miqtë mi, rrogat minimale këtu janë 2 herë më të ulta se në Rumani. Në një kohë që Rumania në vitin 2013 e kishte rrogën 830 lei, e kishte rrogën 165 euro. Ne kishim 220. Sot e ka 3.300 lei. 3.300 lei. E ka 2 fishën e rrogëson. 2-3 fishën. Po pse? Po s'ka diskutim, sepse do qeveri mendon që ai rrogult vërtet bën një punë jo shumë të lartë, po ka fëmijë për të ushqyer, dhe ai nuk mund të marrë në një rrogë. Jo. Ndaj dhe unë garantoj të gjithë shqiptarët se në Republikën e Shqipërisë 100 ditë e pas 100 ditë të para nuk do ketë rrogë ndën 500 euro. Nuk ka madhështi, duke përçmuar, duke injoruar njerëzit tu në nevojë. Aty fillon madhështia, nga qëndrimi që mban ndaj tyre. Ndaj edhe ne, përveç tyre që thash, këtyre shtresave, pensionistëve, rrogultëve, do t'u japim kartën e konsumatorit. E kemi patur në shqiptarët. Ne, pavarësisht se që numërojmë virtute vetes, po virtutin më të mirë kemi patur bamirësi. Një bamirësi fisnike që nuk e ka patur kush. Ndaj dhe ne në respekt të këtij virtuti, do bëjmë që këto shtresa ti marrë 20% më lirë të gjitha mallat për jetesën bazë të tyre. Do t'u kthehet të vëshëja në vit 450 euro. Është sa një rrogë minimale, është sa 2 pensione,
Dhe këtu, përveç kësaj, pensionistët kanë disa herë më shumë nevojë për ilaçe se sa të tjerë. Dhe këta i kanë heqë një nga një ilaçet nga lista e rimbursimeve. Tani çfarë kemi vendosur ne? Ne do të kopjojmë një për një listën e rubrikës italiane. Dhe ju garantoj ju që ajo listë do t'jetë falas për ju, një lloj si në Itali. Po, ne nuk mund të ndjekim, nuk mund të arrijmë shpejt as Italinë, as Greqinë, por ne në shëndet dhe në smundje do bëjmë gjithçka. Nuk do kursej. Kështu që, pra, Saranda, a mund t'jetë madhështore Saranda parinin e vetë? Një vend parini është një vend pa ëndër. Një vend parini të ardhme nuk ka. Është një shkretir njerëzore, po ta quajmë kështu. Po në qoftë se ka një vend që humbi rinin në mënyrën më të pamëshirë, sa asnjë vend tjetër, është Shqipëria këtyre 12 viteve. A dini ju që OKB-ja njoftoi 3 ditë më parë se Shqipëria do ketë lidhshmërinë më të urtë në botë. Pse? Për shkak të largimit të trive. Për shkak të largimit të trive. A nuk janë këto klithma që dalin nga shpirti i kombit, nga dheu, thellësitë e dheut të këtij vendi, që ne duhet bëjmë të pamundurën, që fëmijët tanë, niprit mesat tona, të rinjtë tanë, të ndërtojnë në Sarandë, në Shqipëri ëndrrën e tyre. Zonja që foli, jam nënë e 2 fëmijëve, pa punë, studiove jashtë, patriote, u kthye këtu për të ndërtu ëndrrën. Por nuk ka. Letikin, thot. Letikin. Dembela. Nuk ka. As kush në Shqipëri s'është i varfër se është Dembel. Varfrinë e sjell politika e mbrapsht, e sjell vjedhja e qytetarëve. Ndaj dhe ne do bëjmë gjithçka që çdo i ri të shkollohet. Hiqet mesatarja komplet, s'ka mesatare më. Hiqet tarifat simbolike do jenë, ose hiqen fare. Bursa 200 euro për student. Punësimi 1 triut. Çdo sipërmarrës do t'i paguhen sigurimet shoqërore për 1 vit për triu. Do i paguhet çdo shpenzim që i duhet për trajnimin e tij profesional. Çdo i ri që martohet dhe do të ndërtojë folen e tij në Shqipëri familjare, do ketë një grant prej 30.000 eurosh. Do bëjmë gjithçka. Që të sjellim kombin në moshën e rinisë. Fëmia i tretë do paguhet nga shteti nga lindja, gjerë në 23 vjeç. Fëmia i parë do ketë një bonus 70 euro. Fëmia i dytë do ketë një bonus 60 euro. Miq, do bëjmë gjithçka
që ata qindra mijëra të ri, vetëm në 10 vite e fundit janë larguar mbi 700.000, të kthehen prapë në Shqipëri, të kthehen prapë në Sarandë. Do bëjmë gjithçka për shtrehimin e tyre. Do financojmë bizneset e tyre. 5 vite do jenë pa taksa. Edhe njëherë, kombi duhet të rikthehet në rinin e vetë. Një komb pa rini është një komb pa të ardhme. Dhe ne nuk mund të jemi një komb i tillë. Miqtë e mi, Shqipëria madhështore ka si parim kryesor tjetër çdo shqiptar një mundësi. Çdo shqiptar një mundësi. Çdo biznes i vogël do ketë një barë fiskale shumë më të ulë se sot. Bashkit të cilat me lakmit pa përmbajtur, me babzit pa përmbajtur, ju vendosin të lloj taksave dhe tarifash, nuk do mund vendosin kur me shumë se 1% të xhiros. Kaq do jetë që do mund të kërkojë për shërbimet. Qeveria, tavanet për 120.000 eurosh për tatim fitimin dhe për TVSH dhe 100.000 euro për tatim fitimin, do t'i spostoj në 180.000 euro. Po, energjia, nga 18 do zbresi në 6 lek. Po, tarife e ujt, do përgjysmohet. Nuk mund të paguani ju. Nuk mund të paguajnë ju. Abuzimet, pavësinë e shtetit. Shqipëria është vend që mund të japë energjinë për disa rrethana edhe me çmim më të lirë. Këta nxjerrin koston tani, koston e prodhimit të energjisë në kaskadë, e nxjerrin 2.8 lek. 28 lek, të themi. Po si ka dalë kjo në fakt është shumë e ulët. Po këta kanë punësuar me qindra mijëra militant dhe pastaj faturojnë ju energjinë. Jo, kjo merr fund. Energjia do zbresi për bizneset në 6 lek, për qytetarët në 7 lek. Bizneset e mesme dhe të mëdha do kenë taksën e sheshtë më të ulët në Europë. Tatim fitimi pitaruar zbret nga 23 në 10%. Të gjithë rrogtarët me rroga mbi minimalen përfitojnë automatikisht rritje rroge 13%. Dhe unë zotohem këtu para jush se rritje e rrogave dhe pensioneve ka një start 100 ditë të para dhe ky vrap do ndaloj vetëm atër kur ne të dalim qytetarët më të paguar në rajon se të gjithë kombet tjera. Jemi më të pasur. Thjesht se jemi më të pasur. Dhe në qoftë se, ja u them këtu, në vitin 2013, ne dolem në të paguarit. A ishte qëllim? Ishte qëllim që parat të kthehen qytetarëve, që shqiptarët që kanë këto pasuri të paguan më shumë se të tjerë. Dhe ishte një krim i shëmtuar që Edi Rama e devjoi këtë garë. Në vend se të vazhdonte mëkëmin e qytetarëve, vazhdoi grabitjen për qëndrimin në disa duar të të gjitha pasurive dhe fondeve. Kjo merr fund. Kjo mundësi për një grusht njerëzish, për një grusht qeveritarësh, kjo merr fund
do ketë mundësi për çdo qytetar, pavarësisht nga bindjet e tij, pa çdo qytetar që kërkon të jetojë me djersët e tij. Saranda do mbrohet, Saranda do mbrohet. Saranda ka pasurit me mahnitse. Thash dhe njëherë, tjertë mund të kenë shumë gjëra, po park si Butrinti në njohurit e mia, ndjet e mia nuk ka askush tjetër. Edhe aty kthjetrat e zezat mafjes shqiptare. Po Viga Himara, a e pat shënollin Himar, ku Beleri së shtu. Ja mori mandatit Fred Belerit. Dhe u shkoj dhe u struk aty ku thot Friedrich Nietzsche strofe e fullit e horave, përdor nacionalizmi. I çoj marrëdhëniet në thikën pik, duke shkel kushtetut, duke shkel ligje, duke shkel konvent evropian e drejtave të njeriut. Dhe gjithë ju se kemi se ky një grek do na bëhet, po çfarë do thuash ti se ky një grek do na bëhet? Po ky shtetas shqiptar, në qoftë se votojnë shqiptarët, do të marrë çdo postë, çdo detyrë në Republikën e Shqipërisë. Çfarë do thuash ti me këtë? Ku e ke gjetë ti këtë parim që shko dhe i grabit mandatin atij, të zgjedhur vetëm e vetëm se e dije që ai ato toka që ke plaçkit në Gjipe dhe të manastirit të Skutaras nuk do t'imi dhe kur, se nuk janë tua Edi Rama, se vetë ata tut kanë lënë në dokumenta që kanë patur 45 dele, s'kanë patur as gjë tjetër, kanë qenë më të varfrit e asaj zone. Miqtë e mi, Mehdi Albania është zotimi ynë. Atë që prodhon Saranda, që prodhon Shqipëria, do t'jetë e famshme në gjithë botën, do të bëhet krenari për ne. Fermerëve të Sarandës u jap fjalen se do paguen, do subvencionohen 5 herë më shumë se sot. Po pse? Përsëri, parat do u kthehen qytetarëve. Po pse 5 herë? Sepse fermeri i Maqedonisë Veriut, fermeri i Kosovës, fermeri i Serbisë, i Malit Zi, nuk po krahasohen me Greqinë se është vendantar i Bashkimit Evropian, se aty është dhe më shumë. Por këto subvencionojnë fermerët 5 fishin e asaj që subvencionojmë ne. Në qoftë se ne lam 32 milion euro për 400.000 fermerë, Maqedonia e Veriut jep 230 milion euro, Kosova 210 milion euro, Serbia 380 milion euro dhe me radhë. Pra, po ata si japin? I japin ka një parim, para do këthesh atyre që o merë sa ata të gjithë paguajnë taksa, të gjithë paguajnë TVSH. Dhe është e faktuar, nuk humbet kush nga subvencionet në bujqësi. Nuk humbet kush, as pak, për kundrazi. Qa ndodhi? Hoqi subvencionet, tani blejmë litrën e qumshtit 2 herë më shtrejt. Blejmë kilogramën e mishit 2 herë më shtrejt. Ja, rini a iken, jo, ne do të subvencionet dhe do mbrojmë prodhimet tona në çdo sezon. Ja jam këtu, ju jap fjalën. Çdo fermer që don kredi do të marrë kredi të buta, shteti do paguaj 80% të interesave përveç subvencionit. Shqipëria do investoj, qeveria do investoj,
70 milion euro në vit, në kanalizime, në kullime, në mbrojtje tokës. Inpute bujqësore që nuk shiten në vendet anëtare të Bashkimit Evropian, nuk do mund shiten kur në Shqipëri, dhe ai që guxon të importoj do të dënohet për krime të rënda në këtë shkelje. Natyrisht, Shqipëria madhështore, të jemi realist, është Shqipëria ëndrës, këtyre të jemi dhe vajzave. Ëndra e tyre. Ëndra e tyre është ëndër digitale. Do ta pranojmë me të drejtë. Kështu që Shqipëria do bëjmë gjithçka me kompani të mëdha, që të çndrohet në një epicentër të fuqishme rajonale të inteligjencës artificiale, internetit të re, data qendrave, blockchain dhe kriptomonedhave, digitalizimit më të thellë. Në këtë mënyrë ne ecim me projektin ton. Keni tani dy alternativa, dëgjojeni tjetrin, i cili pas 12 vitesh qeverisje kalon nga një shesh në një tjetër si hokatar, me një fjalor të denj për te, që normal nuk është, po është i denj për te, përpiqet me çdo kusht që me batuta të mbuloj dramën e madhe shqiptare të largimit të rinisë për shkak të mungesës punësimit. Përpiqet që me batuta të mbuloj pensionet e turpshme që u jep 760.000 shqiptarëve. Përpiqet që me batuta të mbuloj gjendjen e paimagjinueshme në spitalet tona për mungesë ilaçesh. Përpiqet që me batuta të mbuloj zhdukjen e 130 milion eurove të djegësit të Tiranës, sepse i ka marrë vetë Merion Velin dhe kanë burgos aty 2 drejtorë, se kanë firmos letrat ata. Po kush shtaj miq, parat 130 milion euro dalin të gjitha nga buxheti i shtetit me firmën e kryeministrit. S'dalin milionat në atë mënyrë. Dhe Ministria e Ekonomisë ka patur drejtorinë e mbikëqyrjes projektit. Ka patur detyrimin që çdo muaj të raportojë çdo situacion, kurse aty parat hipeshin dhe situacionet ishin zero. Lubi Balluku e dinte, po nuk bzante, se e dinte që dardhat po i hanë Edi Rama, parat po i mirë Edi Rama. Ja pra, këto para duhet t'i vjedhin apo duhet vinë tek ju. Këto para do kthehen pensione. E disa janë këto para? 130 milion euro janë 812.000 pensione, miq. 812.000 pensione. 120 milion euro i merr Beketi. Para tuaja. Sepse ky me një bulizëm, me një arrogancë, raha gjoks, jam unë këtu, vendosun, ikti, se e kritikon, a i kishtë një televizion të vogël dhe e kritikon, të kaq, po a i nuk ishte Bolino, nuk ishte si Bolino, që dhe tani do të përzoj një kompani digitalizimin nga televizioni shtetëror për t'ja dhënë Bolinos. A ishte me dignitet, me integritet, a i vërtet kishte biznesën në Shqipëri, po televizioni nuk mund t'a bënde altoparlament qeverisë. Dhe tani ne paguajmë 120 milion euro. 100 milion euro paguajmë për sterilizimin. 83 herë të dashur qytetar dhe qytetare të Saranës. 83 herë u rrit çmimi i sterilizimit me koncesionin që mori Rama me Beqen. Ligji thot, koncesioni ipet
nga kushtet, atër kur ullet çmimi. Pra, kur ti e bërë si shtet, po të kushton 5 lek, dhe të vjen privati, thot jo, thot, unë ta bëj për 4 lek këte, dhe t'jejtë e cilësi. Atër ti, për të mbrojtur parat, mund të thuash dakord, unë ta jap. Koncesioni i sterilizimit u dha me rritje çmimi 83 herë. Dhe parat i ndara Rama me Besjen. Miq, të gjitha këto pra dhe jere përbyll. Ky program është një mundësi për çdo qytetar. Programi i tyre është një plaçkitje për një grup të vogël qeveritarësh, drejtorësh, krushqis, narkotrafikantësh, trafikantësh, ndaj dhe shqiptarëve u mbeten të marrin rrugë të dheut. 10 maj është dita e vendimit më epik të jetës sonë. Është dita që ne ndahemi me një të keqe e cila po e shkreton Shqipërinë, e cila po i vret ëndrrën këtij kombi. Por Shqipëria pa ëndër nuk ka të ardhme. Ëndra e Shqipërisë janë të rritë, është tek të rritë. Ndaj dhe me 11 maj të votojmë të gjithë për ëndrën shqiptare, për ëndrën e Saranës, për Sarandën madhështore, për Shqipërinë madhështore. Rrofshi ju, rrof Shqipëria. Faleminderit.